pse kjo neglizhencë, profesor, mos të futet si lëndë obligative, ose në kuadër të kësaj edukatës qytetare, ose të gjejnë një mënyrë që të futet, domethënë, edukimi medial obligativ në shkollë. Po, aktualisht nuk kam shpresa që një gjë e tillë do të ndodhë, për shkak se para 2-3 muajsh është shpallur rishikimi i kurrikulës së arsimit para universitar 1 dhe 9, 1 deri 9. Shpresoj shumë që këtu kushdo që është në grupin punuese do ta ketë parasysh këtë gjë. Përndryshe, kurrikulat, plan programet mësimore ndryshohen rrallë edhe në shtete tjera, edhe në vende tjera. Ndërkohë që është fakti këto që na kemi pas një paqëndrueshmëri institucionale për një kohë gjatë, shembull prej vitit fundit janë ndru ministra e zyrtar tjerë nëpër ministri, rrjedhimisht kjo veç për vitin e fundit, po përgjithsisht ne kemi një paqëndrueshmëri, po themi ose mungesë konsistence, më saktë, në vendimarrjet e politikave arsimore në Kosovë. Që në këtë rast e prekun çështjen e edukimit për media. Për shkak se secili ministër, secili qeveri që ka ardhur ka menduar që duhet me fillu një gjë prej fillimit. Duhet me i bë gjonat sipas mënyrës tyne.